dhe ai ushqen e nuk ushqehet. El-Enam. O Allah, bekoje sofrën tonë në iftar dhe syfir, bëje vend ku bashkohen zemrat para se të bashkohen duart. Na jep falënderim në çdo kafshat dhe ndjeshmëri për ata që nuk kanë. Mos na hiq bereqetin për shkak të pakujdesisë sonë. Bëje çdo ushqim të jetë dritë dhe çdo pije të jetë bekim për ne. Le të jetë një mundësi për të kujtuar ata që janë më të varfër dhe për të forcuar lidhjet tona me familjen dhe fëmijët.